Kryetaria e Bashkisë Riselda Sefa ka takuar tregtarët e dëmtuar nga zjarri në tregun e fruta perimeve. Gjatë takimit ajo deklaroi se bashkia do të marrë masa për dëmshpërblimin e tregtarëve të prekur, si edhe do t'u lejojë atyre të zhvillojnë aktivitetin e shqitjes në hapësirën jashtë tregut deri në normalizimin e situatës. Rreth orës 3:30 të mëngjesit të ditës së sotme jam njoftuar nga shefi i shërbimit Zjarrfix për një zjarr në këtë markat, ku pati një ndërhyrje të menjëhershme dhe mbas fikjes së zjarrit, nga ajo që kemi konstatuar, janë rreth 10 tregtar të cilët janë dëmtuar nga ky zjarr. Nga ana e bashkisë po ngrihen grupet e vlerësimit të mallit dhe derisa të bëhet gati përsëri për të vënë në funksion ky objekt, ne do të gjejmë një mundësi për sistemimin e tregtarëve përreth kësaj zone në mënyrë që ata të kenë mundësi të vazhdojnë të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Ndërkohë, për të parë nga afër dëmet e shkaktuara në treg, ka qenë i pranishëm dhe deputeti i Partisë Demokratike Sajmir Koreshi. Ai u shpreh se organet përgjegjëse duhet të zbardhin sa më shpejt shkaqet e zjarrit, ndërsa kërkoi që bashkia të ndërhyjë për dëmshpërblimin e tregtarëve të dëmtuar. Si shikoni, në tregun e fruta perimit të qytetit ton, malli i gjithë tregtarëve të shkret është djegur. Nuk dim që ka ndodhur dhe themi autoriteteve ta zbulojnë sa më parë, por nga informacionet e para është për një shkëndi zjarri on peshor ose në Karikus. Megjithatë, një pakujtësi e vogël shkakton dëm tek të gjithë tregtarët. Më tepër, ky treg ka qenë i konceptuar keq, logjik, sepse që në fillim në kryeterës ka pasi protestë për mënyrën se si është mbuluar, se gjatë sezonit braharit ky ka qenë më tepër si një serë dhe fakti tregoi se gjitha produktet, gjithë materialet e përdorura këtu janë djegur në mënyrë të rrufeshme dhe në të menjëhershme, gjë që kanë shqyqyer që kanë për herë të parë shërbimi Zjarrfix ka fikur në kohë, që s'ka lënë dhe vazhdimin tjetër, se do të ishin kolosale për gjithë këta tregtarë, të cilën mundet e djersa kalamajve tyre që e kanë pas në për këto banaqe këtu, e shikojnë realisht të hedhur në prua. I bëjmë dhe një thirrje të gjithë organet përkatëse para një zbulimi të shkaqeve të arsyeve inshallah së qëllimshme dhe dyta të dëmshpërblehen dhe të rikthehet sa më shpejt ky treg, sepse është funksional dhe ka me 10 tregtar të cilën e kanë vetëm zburim fitimi për të mbajtur familjet e tyre.